revista televizive. Mirëmbrëma. Shqipërisi është bërë ftesë për të marrë pjesë në konferencën e Londrës, e cila siç dihet do të bëjë përpjekje që të zgjidhë krizën jugoslave, e cila tash 2 vjet është bërë kanceri i paqes në Evropë. Në një vështrim që e transmetoi përmbërëm redaksia e Zërit të Amerikës, emisionin në gjuhën shqipe, radiostacion ky që zakonisht shpreh qëndrimet e qeverisë amerikane, thuhet se për në këtë konferencë pritet së shpejti që këtë ftesë të marrin edhe udhëheqësit politik legal të Kosovës, ndër të tjerë edhe doktor Ibrahim Rugova. Kjo informatë dorës së parë, e cila u dha në bashkëpunim me Zërin e Amerikës nga Tirana, dëshmon se bashkësia ndërkombëtare është e orientuar që të zgjidhë drejt problemin jugoslav, i cili kërcënon paqen në Ballkan dhe në Evropë përgjithsisht. Zëri i Amerikës transmetoi mbrëm një koment të gjerë lidhur me problemin e Kosovës, në të cilin rikujtohet se kryeministri jugoslav Milan Panić propozoi që të mbahet në Beograd një konferencë për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Propozimi i këtill, siç dihet, u dha gjatë vizitës së shkurtër që kryeministri Panić e bëri këtë javë në Shqipëri. Bëhet e ditur se ky propozim u prit ftohtë nga udhëheqja shqiptare. Propozimin e Panićit që shqiptarëve të Kosovës të njihet një farë autonomie e jo e drejta për vetëvendosje ose për të formuar shtet me vete, udhëheqësit shqiptar nuk e përkrahen. Zëri i Amerikës pohon se udhëheqësit e komunitetit shqiptar të Kosovës nuk kanë marrë ndonjë ftesë zyrtare për bisedimet që i propozoi zoti Panić, por është qartë se edhe po të ftoheshin ata do të kundërshtonin këto. Antari i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, profesor Dr. Shaqir Shaqiri, tha se shqiptarët nuk kanë ndërmend të marrin pjesë në bisedime, sepse sipas tij qeveria e Beogradit po luan me shqiptarët dhe përderisa në atë takim nuk do të bisedohet për vetëvendosjen e Kosovës, pjesëmarrja në ato bisedime as që do të diskutohet. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara filloi sot mbledhjen e mbyllur në të cilën po debatohet për rezolutën e këtij këshilli kushtuar lejimit të përdorimit të forcës ushtarake gjatë përcjelljes së konvojeve humanitare në Bosnjë-Hercegovinë. Rezoluta ka të bëjë me kapitullin e 7 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, sipas të cilës u aktivizua edhe stuhia e shkretëtirës kundër Irakut. Sipas burimeve të informuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, deri në mbylljen e kësaj gazete, merret vesh se 5 antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit i akorduan qëndrimet dhe se i hodhen poshtë të gjitha amendamentet që arritën më vonë dhe se u arrit konsenzus që të mos hapet debati, por të kryen votimet pa diskutim. Bashkuesit nga New Yorku propozojnë se kjo rezolut do të aprovohet sonte dhe me të do të legalizohet përdorimi i forcës nëse do të pengohet përcjellja e konvojeve dhe rrugëve humanitare në Bosnjë-Hercegovinë, si dhe në rast se pengohet kontrolli i kampeve të përqendrimit nga ana e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, kryqit të kuq e të tjerë. Me rastin e arrestimit të Recep Osmanit, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Parlamentin e Republikës së Kosovës dhe kryetar si dhe të 4 udhëheqësve të tjerë strukturave të arsimit shqip, kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës shpalli këtë kontestë. Arrestimi i Recep Osmanit, deputet në Parlamentin e Kosovës dhe kryetar si dhe i Halim Hysenit, Zjadin Gashit, Ali Gashit dhe Hysen Hajdinit, është vazhdim i dhunës serbe mbi arsimin shqip në Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës këtë akt të dhunës serbe e vlerëson si një përpjekje të re për të penguar përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor në gjuhën shqipe dhe formë e friksimit të arsimtarëve, prindërve dhe nxënësve shqiptar për të hequr dorë nga shkolla dhe kultura e tyre kombëtare. Këto arrestime e shpërsojnë edhe më tepër gjendjen shpërthyese në Kosovë me rrezik të çuarjes në konflikte që do të ishin tragjike për Kosovën. Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të Recep Osmanit, Halim Hysenit, Zjadin Gashit, Ali Gashit dhe Hysen Hajdinit dhe heqjen e pengesave nga regjimi serb për fillimin normal të vitit të ri shkollor në objektet shkollore për afro 500.000 nxënës, studentë dhe arsimtar shqiptar. Lidhja Demokratike e Kosovës ka përkrahur dhe do të përkrahë të gjitha institucionet dhe asociacionet të cilat punojnë për pavarësinë e arsimit shqip në Kosovë, thuhet në Komitetin e Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, njofton Qendra e Informimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ministria e Arsimit të Republikës së Kosovës
Me sëllinë Prishtinë, enti pedagogjik i Kosovës, si dhe shumë institucionet të tjera arsimore të Kosovës, shprehin indinjat të thellë dhe kundërshtojnë aktin shtypës të arrestimit të Recep Osmanit. Njëherë është bëjnë të ditur se këto forma të në përkëmbjes dhe forma të tjera të shtypjes nuk mund të pengojnë fillimin me kohë të vitit shkollor në Kosovë në bazë të plan programeve dhe ligjeve të Republikës së Kosovës. Mbledhje më gjatë e Parlamentit të Maqedonisë padyshim është ajo e 41 më radhë. Në këtë mbledhje si kundër dihet duhet miratohen ligji i simboleve shtetërore të Maqedonisë, ligji i shtetësisë, letërnjoftimin dhe pasaportave. Përderisa ligji i parë i simboleve shtetërore përsërisht u miratua, ligjet e tjera presin ende ditë më të mira. Dham revistën televizive. Mirupafshim.